në 18-19 për në bordin e paqes apo jo? Unë do kujtoj rastin kur Donald Trump në mandatin e parë tha që unë do pres shtetet e NATO-s që paguajnë rregullisht kuotën dhe do ulen me mua në darkë, ndërkohë shtetet e tjera të marrin plaçkat dhe të zhduken dhe të kthehen në vendet e tyre për shkak se nuk janë korrekt me pagesën. Ndërsa te kjo pjesa e datës 19, unë dua t'ju them që zoti Rama mund të shkojë të përfaqësojë Shqipërinë, por unë dyshoj që në rast se përfaqësimi do të jetë ashtu siç mendojnë shqiptarët, pra shkon Rama apo shkon Shqipëria. Pra këtu është diferenca. Nuk shkon Rama, shkon Shqipëria. Pavarësisht se Rama është kryeministër. Që do thotë ne për shembull, unë jam Gylseni. Gylseni po mos ishte avokat, do shkonte dot në gjykat? Do shkonte si palë. Po Gylseni shkon në gjykat sepse është avokat. Pra, Gylseni përfaqëson veten sepse është avokat dhe hyn e del nëpër gjykata. Po Gylseni, si qytetar i thjesht, nuk mund të hyjë dalë nëpër gjykatë, se diçka do të thotë që ka mirë. Pra do të thotë që avokati Gylseni shkon në gjykatë. Rama, kryeministri, shkon në takim sepse përfaqëson Republikën e Shqipërisë për shkak se është kryeministër. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Jo se Trumpi po pret Ramën. Pra, në rast se Trumpi do të kishte një politik me Edi Ramën, Trumpi do të kishte çuar në 11 maj dhe brenda muajit maj urime për Edi Ramën. Si bëri administrata Biden. Ndërsa as Rubio, as Trumpi nuk dërguan diçka të tillë. Dhe Trumpi për të përfituar diçka që është individuale se bordi, është diçka, një shpikje individuale që të vinë në konflikt me OKB-n. Tani, edhe ti, edhe unë të jemi realist, në rast se të një ftesë nga presidenti i Amerikës, do ta refuzoje? Atëherë ne do jemi këtu avokat për ta diskutuar këtë. Po nuk do ta refuzoje se s'ke, edhe një, po s'ke të refuzoj, këtë refuzoj, superfuqinë globale, nuk refuzoj superfuqia dhe sikur të kesh konflikte. Prandaj them që vajtja e Ramës në Amerikë nuk është vajtja individuale, është vajtje sovraniteti, pra shkoj për përfaqësuar Republikën e Shqipërisë. Nuk është ajo çfarë është bërë në të shkuarën që Bideni u takonte me Ramën për shkak të Sorosit. Nuk kemi në këto kushte. Dhe ju do të shikoni se si do të lëviz brenda Marsit. E tham, edhe kemi thënë të parët. E Perubion që tha ku shkoj. Nga Marsi është epokë e re në Europë. E mamen, apo e ke harruar, se 3 ditë të zjat lajmë, pastaj e mbajmë me mjaft mirë avokat, por prandaj ju thash edhe më parë që vazhdimin e kësaj përgjigje, me atë që do ndodhë... Unë dua të përshëndes të gjithë ata gjykatësit dhe prokurorët të cilët i bën furçe vetes tyre. Të kenë kujdes mos të plasin ndonjë skandal në Amerikë për Shqipërinë, në disa video komunikime, mesazhe, se di. Sepse duhet keni parasysh që gjykatësit tanë, edhe mani me një për në ngradat edhe situatën dhe këto që i tha para, shumë para kohë, dhe tani po them edhe këtë të fundit ta kesh kështu të arkivuar, kujdiet. Disa të cilët kanë shkuar dhe kanë bërë djemë të mirë në Amerikë. Isha dhe mos plasi pas disa vitesh në i skandal. Ashtu si plas gjithmonë në Amerikë, që çuditërisht pas një kohë të caktuar dalin ato lajme. Pra, ne kemi thënë këtu, dhe të kam thënë vazhdimisht, që nga janari 2025-ës në janar të 2026-ës, Trumpi është super lord në aspektin ndërkombëtar. Nga marsi që po vjen, deri në marsin në prill të 2027-ën,
Trumpi do merret me Ballkanin Perëndimor edhe me Europën. Dhe goditjet që ai do të bëj që të instalohet totalisht në Bashkimin Evropian fuqia amerikane në dukje, jo thjesht në prapasken. Dhe në të njëjtën kohë kur përdorej drejtësia kundër opozitës, të ndëshkoj prokurorët dhe gjykatësit të cilët kanë bërë pakt me njëri tjetrin për të goditur opozitën. Pra, në vendet si Shqipëria dhe në vendet të tjera që përmes, kujdes këtu, se këtu do shikosh Francën, nuk ka reaguar akoma për Francën aje, sepse është 2027. Pra, do të shikosh ti që kur Trumpi dhe Rubio do të reagoj për sa i përket dënime politike përmes procesit penal, është mesazh edhe për gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar të cilët kanë punuar për Edi Ramën, që shiko, me ikjen e administratës Trump në të ardhmen, një administratë tjetër do të zbardhi patjetër komunikimet që ka pasur me ty si prokuror, si gjyqtar, sepse detyra, se ky është sekreti, detyra e çdo punonjësi të ambasadës, të çdo vendit, po unë jam i bindur që edhe të Amerikës e ka, jam i bindur për këtë, është që të raportoj pasi ikën nga takimi me çdo njeri të drejtësisë së re, prokuror, gjykatës, kryeprokuror, kryetar gjykate, kështu me radhë, raporton me njerë diskutimin. Pse? Sepse po të shikoni ju, Amerikanët në delegacione nuk çojnë një tek pull, çojnë 4-5 veta, secili prej tyre në mënyrë sekrete duhet të çojnë në të njëjtën kohë raportimin tek vendi. Dhe në rast se dikush nga këta mashtron, i thonë hajde këtu tani, po, hajde këtu na thuaj tani pse ky tha këtë, ti ke thënë këtë gjë. Pra që të dy keni mashtruar. Hajdeni të dy këtu, se do vinë të tjerët. Pra ky është siguria që kanë shtetet serioze në aspektin diplomatik. Dhe ju e shikoni shumë mirë që kjo Nancy edhe të tjerë që vinë dhe qëndrojnë në pozita të tilla për arsye se janë në një nivel tjetër diplomatik, nuk se janë në një nivel diplomatik të lartë, po janë atje ku duhet dhe ashtu siç duhet, por komunikimi që bëhet në institucionet e tyre që japin llogari, do të jetë i tillë që të saktësojnë ngjarjet dhe takimet. Pra, në rast se ata kanë marrë si orientim që të shkojnë të peshkojnë një prokuror apo një gjykatës që të aprovojë, pra ata i bën një ofertë të bukur, po që të bën një veprim të gabuar. Pra, arresto mua këtë. Ai që është prokuror shqiptar dhe gjyqtar, thot, por do ta bëj unë, kupton? Del përpara, bëj unë, çfarë thua, kupton? Po ata nuk e kuptojnë që ai ta tha që dhimisht që ty nesër të ketë peng. Dhe po të ka peng, të përdor, dhe kur të përdori, do të lëshoj. Kur të lëshoj, atëherë plas skandali. Edhe në sy të publikut tënd shkon zero. Pra, e gjitha kjo, çfarë unë ju tregova, është e vërteta e një diplomacie serioze. Prandaj them që tek skandalet që ne kemi thonë më përpara dhe dolën, dhe tek manuali që kemi thënë përpara dhe doli, dhe tek kjo rasti që është në marsje në vazhdim të shikosh që Trumpi do merret këtu, edhe për te këty, edhe me botën, por ajo që të ndodhi për Shqipërinë do të jetë pothuajse në interes edhe të Maqedonisë së Veriut, edhe të Kosovës. Dhe duke i dhënë një titull situatës, unë mendoj se me ardhjen e epokës së re, epoka e Rama ka mbaruar dhe ka ndaluar në momentin e shpalljes së epokës së re. Dhe nuk ka vlerë mo, a ka foto apo nuk ka, a ka pjesëmarrje në 19 shkurt. Do të them diçka tjetër. E di ti, kur kam probleme syrin. Unë dua, po, të shkoj atje. Unë dua të shkoj. Unë dua
që rasti Balluku mos të shkoj kur në prokurori të merret mas ndaj saj. Imuniteti duhet të vazhdoj kështu edhe pse jo mos të luhet me nenin edhe pse jo duhet të luhet me nenin 288 dhe 289 të kodit të procedurës penale. Pse? Sepse është pikërisht ajo që çojë misionin deri në fund që të kuptosh që ai që të ka tradhtuar dhe të ka mashtruar. Dhe këtë duhet ta mësojnë qytetarët që ai ju ka mashtruar dhe ju ka tradhtuar për të përfituar vetë. Dhe Bordi i Paqes ka Tony Blair, nga cilat para është paguar Tony Blair që tjetë këshilltari i Edi Ramës? Nga paratë e Edi Ramës, më do të ditë? Nga paratë e mia dhe tua që rrimë dhe paguajmë rritje energjie elektrike dhe çfarë do gjëje ti të kesh të mendosh, paguajmë ne që Rama të bëjë tallall me lekët tona dhe duke e përdorur emra të tilla që të vendosi emrin e tij në bord apo në paqe që janë këto budalliqe. Prandaj ju them, mënyra se si Rama përdor takimet janë për të shpëtuar veten edhe për të fituar kohë, po jo se Rama kërkon të instalojë diçka tjetër, sepse Rama nuk e ka problemin me Shqipërinë, e ka problemin me jashtë. Dhe janë këto 3 pikat kryesore: ambasada franceze, ambasada gjermane dhe ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që tani po vendos një epokë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve respektive. Avokaton, të falenderoj shumë edhe të që nisëm fund do ta vazhdojmë për atë që do ndodh në 19 tutje. T'jam mirënjohës shumë avokat. Faleminderit edhe ju për ftesën.